për skenarin më të rënd, më të keq, më të pakuptueshëm të zgjedhjeve të reja dhe të jashtëzakonshme. Po them edhe një herë, prej fillimit, parimet e LDK-s kanë qenë të qarta, presidenti i Kosovës s'do të jetë zgjatim i qeverisë. Pra s'mund të ketë një qeveri që ka një president të një partije, dhe kështu t'i ka 3 institucionet. Pra heqja kryetarit kuvendit nuk është që heq rolin institucional. Kuvendi i Kosovës operon me shumicë, që i takon shumicës. Qeveria operon po ashtu me shumicë, i takon shumicës. Tani edhe presidenti takoj 51%, që është më tepër se sa vullneti qytetar. U përpoqa, provova, nuk arrita fatkeqësisht, tani kthehemi në LDK-s dhe do t'i kthejmë misionit të madh të bashkimit të së djathtës brenda LDK-s. Është fare kurti i interesuar zot Abdulxhiku për një marrëveshje politike qeverisë që LDK të jetë pjesë e qeverisë. Refuzoi këtë ide më një herë? Jo, ai dha këto propozime. Ishin propozimet e tij, por insistonte që pozita presidentit i mbetet vetëvendosjes. A keni përbash qeverisje ju, LDK? Jo, ne ishim në diskutim për çështjen e presidentit. Pra unë refuzova të flasim për çdo gjë tjetër pa trajtuar çështjen e presidentit. Pra sepse problemi ishte presidenti, jo qeveria. Kosova ka qeveri, ka edhe kuvend, por nuk ka president. E propozon do një emër? Do me thënë, po s'mund të propozojmë për dikë që insiston që presidenti mbetet i partisë së tij. Atë çfarë, shqyrtoni, nuk është çështje propozimesh, shuarjes së propozimesh e lajmeve mediatike. Me LDK-n, vetëvendosja nuk ka diskutuar as edhe një emër, as edhe një emër përveç Glauku Njucës. Për Glauku Njucën ne kemi pas qëndrim jo per se, po për shkak të pozicionit partijak që mban që mos mund të jetë presidenti i Kosovës, dhe kjo ka qenë arsyeja pse shkuam në interpretimin e gjykatës kushtetuese, pra pse e hupëm afatin, na shtuan dhe 34 ditë, dhe jemi pranë pozitën e njëjtë, siç para vendimit të gjykatës kushtetuese, por unë u përpoqëm James zgjidhje për presidentin e Kosovës. Unë nuk kam hapur diskutime tjera, s'kam hapur diskutime as për ekzekutiv, as për kryetar kuvendit, sepse çështja është për president. Në momentin që kishim trajtuar çështjen e presidentit, do të mund trajtonim dhe çështje tjera. Dhe nuk e kemi kërkuar asnjëherë as pozicion për LDK-n, as më pak për mua. Domethënë kemi pas qëndrime parimore. Më pas, po të ishim pajtuar për propozime parimore, atëherë do të kishim hapur fazën e diskutimeve tjera. Bashkimi së djathtës, zoti Abdulxhiku, së djathtës e LDK-s nën kupton për afrimin me Vjosa Osmanin ose rikthimin e saj në LDK? Për afrimin do të ishte një lajm i mirë edhe për Kosovën, edhe për LDK-n, dhe është qëllimi imi. Edhe do të punoj për këtë qëllim deri në ditën e fundit. Zoti Abdulxhiku, i bie që të po dështon gjithçka sa i përket presidentit, apo keni shpresë që një grumbullim i të gjitha partive, një tryezë siç kërkon AK-ja për të gjetur një emër konsensual? Unë besoj që me kaq në këtë rrethana në këto momente LDK-ja nuk mund të bëjë më shumë. Me 15 apo 8 mund të bëjë më shumë. LDK-ja lën të hapur diskutimin për partitë e tjera. Janë 7 ditë kohë. 53 ditë nga 60 ditë kemi bërë përpjekje për gjetur zgjidhje. Besoj që kemi pasur kohë mjaftueshëm, 53 ditë janë mjaft. Nuk kemi dëgjuar asnjë propozim tjetër përveç këtij që dhe presidenti jetë nga radhët e vetëvendosjes. Nuk kemi pasur ndonjë emër tjetër. Janë dhe 7 ditë tjera që partit tjera mund të bëjnë zgjidhje, edhe pa LDK-n, nëse mund ta bëjnë një gjë të tillë. Çdo propozim është i mirëseardhur, por efektivisht LDK-ja do t'i kthejë strukturave të veta dhe e konsideron këtë çështje të mbyllur për diskutim nga ky moment. A jeni takuar me zonjën Osmani me që po thoni po punoni për rikthimin e saj ose për afrimin me të? Jam takuar me të gjithë. Jam takuar edhe me Kurtin, edhe me Osmanin. Natyrisht që takuam me Vjosën, jemi miq dhe njihemi mirë. Cilat janë kushtet për rikthimin e saj në LDK? Nuk kemi kushte, s'ka kushte. Bashkimi s'kërkon kushte, kërkon afrim, koordinim të mbarë, shqyrtim drejt së ardhmës, një alternativë serioze për vendin, diçka që është më konkrete, që s'krijon kriza të vazhdueshme, por që punon për qytetarin. Po bë shumë kohë gjatë që po flasim për politike, për politikanë, për pozita. Era është shumë gjatë, është kriza jashtëzakonshme, është e panevojshme, është e dhëmshme që po vijmë në situatë të tillë. Krijojmë zgjedhje, kriza të vazhdueshme në vend se të flasim për politikë aq të rëndësishme, domosdoshme për qytetarët e Kosovës. Ndjej keqardhje që s'mund të bëjmë më tepër, besoj që kemi bërë mjaft në këtë drejtim, kemi qenë konstruktiv, dhe natyrisht një pjesë madhe e diskutimeve do t'i ruajmë në diskrecion tonë, sepse kështu e kërkon korrektësia operuese. Në zgjedhjet e ardhshme mundemi me pa Vjosa Osmanin tu garu për presidentet, ta zë me juve si bartësi listës. Pse s'po thirr Vjosën në marrë intervistë, mos e ka shumë pyetje për LDK. Shumë është unike, LDK është unike. Tani unike dhe totalitare ka dy kuptime.
Ne jemi parti demokratike në tërë, po operojmë si demokraci, operojmë unike në qëndrimet tona, sepse respektojmë vendimin e shumicës. Zoti Abdixhiku, a përmend pas plasmarrësit zonja Osmani si kandidatë për presidente apo nuk ka qenë fare? Ja, nuk ka qenë fare. Ju faleminderit. Abdixhiku do takoheni me zotin Kurti për këtë çështje? Jo, u takuam që mos takohemi, më dhe s'kemi pse takohemi sepse i harxhum 53 ditë s'patëm zgjidhje, prap takohemi edhe një herë flasim për president vetëvendosjes, nuk ka kuptim. Pra edhe një herë po them efektivisht për këtë moment LDK-ja e konsideron të përmbyllur këtë çështje.